janë dy fotografit të shkrepura në muajin mars të vitit 98. Këto të dyjat janë pas vrasjes Adem Jasharit. Këto është protesta e paqes, me letra dhe bardha, ku kanë organizuar studentët fillimisht, fillun gjithë masa, gjithë popër. Ndërsa fotografia tjetër janë pikërisht organizimi i grave të Kosovës, që u nisën nga Prishtina, e fillun edhe nëpër komunën, nëpër qytete tjera, të çojnë bukë ndërnisa ishe rrëtëme, ishe bllokume totalisht, edhe këta do të them si rrëtim, përmes saj fotografisë, pavarësisht që nuk na lanë në ndërnis me shku, që i bllokun, këto bukë gjithaj u kthy te hymja e kryqit kush ndërkombëtar. Se vetëm kryqi kush ndërkombëtar ka pas mundësinë me i dërgu. Ta pjesë ku kanë merë pa bukë. Edhe ke këto bukë Prishtinë po flas, çka kanë qenë në mia, këtë kanë gjitha ato bukën, se cili njëri ka qenë bukën para ndërtesës të kryqit ndërkombëtar. Çfarë proteste?